Dëshojmë temën e informacioneve tona. Këtë të premte, disa orë para protestës, ka folur kreu i Partisë Demokratike lidhur me skenarët e zhvillimit të sotëm opozitar. Berisha tha se lëvizja e sotme do t'jetë një nga protestat më të fuqishme sipas tij dhe ndryshe nga protestat e mëparshme. Berisha dha një tjetër arsye për të ngritur në protestë. Ai thotë se është çmimi i naftës. Të gjitha vendet në Europë dyvishuan subvencionet për naftën për fermerët. Rama me një akt të papërgjeshëm absurd e hoqi edhe atë pak që i jepte, tha Berisha. Skenari i kësaj proteste, sipas Berishës, do t'jetë kryengritje paqësore, por që asnjë forcë në botë nuk do ta ndalë. Kryengritja paqësore e opozitës nuk dalet dhe nuk ka forcë në botë që ta ndalojë. Kjo kryengritje është jetike, tha Berisha. Lidhur me protestën, policia ka marrë masat për garantimin e mbarvajtjes së protestës kombëtare, sipas njoftimit të policisë. Nuk do të lejohet parkimi i automjeteve deri në përfundim të tubimit në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nga vendi i quajtur Ura e Dajtit deri në rrugën Ismail Qemali. Mësohet se nga ora 15 deri në përfundim të protestës do të ketë bllokim të lëvizjes automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit nga kryqëzimi afër Ministrisë së Brendshme deri tek sheshi Nën Tereza, si edhe në rrugët Ukraina e Lirë, Papa Gjon Pali II dhe Ismail Qemali. Në varësi të zhvillimit të tubimit, mund të ketë kufizime të qarkullimit të automjeteve edhe në akse të tjera rrugore. Në rast bllokimi, Policia e Tiranës ka marrë masat për të devijuar qarkullimin e automjeteve përmes rrugëve alternative. Policia i bën apel qytetarëve që të shmangin lëvizjen me automjete në akset rrugore që do të bllokohen për të mos penguar lëvizjen e lirë të pjesëmarrësve në tubim. Policia e Tiranës i bën thirrje pra qytetarëve të distancohen në rast se gjenden përballë veprimeve të kundëralishme që cënojnë rendin dhe sigurinë publike, thuhet në njoftimin zyrtar të policisë.